Te kjo akullore ka ndaluar edhe Salma Hayek, e cila ka shijuar akulloret e bëra nga tetovarët. Më tregoj çik si ka qenë historia. Po historia u ndalën rastësisht, si u ndalët edhe ju. Erdhën sigurimi rinte rreth e rrotull, të këshojnë që si po do ta shërbejmë. Murën akullore dhe në momenti të bëjmë pagesën, s'kishin lek, nxorën kartelën, shkuën në bankomat për me marrë lek, thash jo s'kemi nevojë, se te shqiptari s'paguan do. A, sa e bukur, edhe e vlerësuar, e njihni Shqipërinë? Po, e njihshin, po nuk ishin tje. Çfarë viti ka ndodhur kjo? 2019. Kush është mjeshtri i akulloreve? Ku është fshehur ai? Mjeshtri si duket Ku është? ka fobi nga kamera. Ja ku është mjeshtri, ja ku... Hajde më mjeshtër na dil këtu. Ju si një anime. Mirë se u gjetëm. Akulloret i kishit shumë të mira. Kur i ka ngrënë edhe Salma Hayek dhe personazhet e tjerë publik, mendo, se çfarë do të jesh shumë krenar. Që ndaloj. Normalisht. Sa vite ke që bën akullore? Në që 30 vite bëj akullora, në këtë dugon jam që 25 vite. Cili është sekreti për të bërë akullore të Kjo është sekret. Nuk e tregon? Nuk tregon, sekreti. Me qumë është Lope, dhia apo dele? Të lopës. Me qumë është Lope. E Salma të shoh. Ta këshirish, Alma. Evo. Wow, po na bëhet akullorja.